Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Shkodër arrestuan shtetasin SG 20 vjeç banues në Shkodër, pasi gjatë një kontrolli të ushtruar nga forcat e posaçme shqiponja në automjetin e tij u gjet një dorez metalike përforcues grushti, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu u procedua penalisht shtetasi AA 55 vjeç banues në fshatin Buhot, pas kallëzimit të bërë nga shtetasi GH 67 vjeç. Sipas kallëzimit, 53 vjeçari dyshohet se duke vepruar me vetgjyqësi i ka dëmtuar gardhin rrethues të pronës. Ndërkohë, më datë 15 mars të vitit 2026, një 17 vjeçar ka kallëzuar se në rrugën kryesore përpara banesës së tij në fshatin Selc i është vjedhur një automjet i cili ishte lënë në ruajtje nga gjyshi i tij, shtetasi GT 69 vjeç. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve të kësaj vjedhje. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.